Mirëmbrëma të nderuar shikuesi, ju adhurues të basketbollit, ju përshëndes direkt nga palestra 1 Deturi në Prishtinë. Këtu ku do të jemi duelin të njëjtë Borës dhe Ravecit 0-29, dy skuadra që u takuan edhe javën që lan pas në kuadër të Kupës së Kosovës në një ndeshje të cilën skuadra e Borës arriti fitoren me rezultat 79 me 70. Raveci 0-29 nuk arriti të bëj ball Prishtinasve. Johnson dhe Jules do t'jenë ata cilët do të kërcejnë për topin e parë në këtë përballje. Topi parë në duart e Adonis Thomas. Ejupi e kthen topin tek Adonis Thomas, cili do të tenton për 3 pikë. Adonis Thomas zia umi pikë tek Rugova, deri në fund Fesnik Rugova realizon. Teksa e pam mbrojtje ndaj tij. Lance Thomas realizon. Hunter tek Lance Thomas që gjuan për 3. Realizon. Thomas për 3 pikë për të afruar në rezultat. Edhe pse nisi Raveci me serin 8-0, tashmë 9-7. Johnson në anën tjetër përgjigjet. Tyler Cheese, Rezart Mehmeti realizon për 3 pikë. Fush shqiptare teksa shojmë a do të arrijnë skuadra e Ravecit të marrë edhe njerë avantazhin. Aksioni bukur kësaj radhe që i kaloi në përduar Lance Thomasit. Do të shkon me gjithatë në anën tjetër deri në fund. Tashmë kemi hyrë në minutet e fundit të qerekut të para. Asist perfekt i Hunter e në atë hapësirë. Normalisht shohim një perl gjithsesi. Topi nuk arrin ta vjedhin as vëreshtarët, teksa vjen mundësia. Umi pik. E topin e vjedh në anën tjetër. Hunter i cili asiston mjaft bukur për Tyler Cheese. Hunter, Tyler Cheese i lirë, gjuan për 3 pikë realizon Tyler Cheese. Johnson, control, Pullian realizon për 3. Sulmi në radhës të skuadrës Borës, ku trajneri Zoran Kashelan është ai që kërkoi time-out, i pakënaqur. Teksa vjen trishja tjetër. Johnson për 3, përgjigjet Johnson me trishe. Amin Hot edhe ai realizon trishe. Rugova tek Ejupi, i cili realizon. Lance Thomas me Iluardi në kërcim, por shini Isar Ejupi lufton për atop. Adonis Thomas arrin të realizon. Dhe Visar Ejupit i cili ja vodhi Amin Hotit atop. Alexander në anën tjetër e gjen Tyler Cheese, i cili realizon edhe një herë i sakt për trishe. Tyler Cheese edhe sonte në 10 minutën e dytë të ndeshjes. Johnson me njerë vjen me një tentim nga gjysmë distanca. Afër tij është Durguti. Alexander të gjuan në sekundat e fundit të aksionit. Umi pik. Johnson edhe një herë i sakt. Edhe një herë është i sakt Jalen Johnson. Afër tij tashmë është Tyler Cheese, po presionin, nuk i lejojnë hapësirën, por arrin të gjuan dhe të realizon. Gjende bërtimin për ju dhe pikët. Umi pik. Jalen Johnson edhe një herë i sakt. Rugova i ardhi dy vishimi, e merr atop, arrin të realizon. E Ravecit vetëm një herë ka realizuar Fesnik Rugova dhe të gjitha të tjera të ardhën nga Jalen Johnson. E ka presionin, edhe një herë qëllon. Alexander në anën tjetër realizon edhe një herë. Hunter po mundohet në këtë qaste i vetëm. Do të nëtën, Isaiah Umi pik realizon.
Jules. Qëllon edhe Jules. Por 20 pike ka realizuar. Çka themi për performancën e tij? Mehmeti nuk qëllon për 3, Aminhat është në vendin e duhur, merr kërcimin, realizon. Airball i tij topi direkt në duar të Tyler Cheese, i cili shkon deri në fund dhe i realizon Tyler Cheese e realizon nga gjysmë distanca. I umi pik për Roshen, i cili nuk realizon, por Fisnik Rugova edhe një herë Johnson edhe një herë i sakt. Tyler Cheese do të tenton për 3 pik, realizon. U kthyer në kosha i top që i dha qetësinë ekipit. Jalen Johnson në anën tjetër, edhe një tjetër treshe e tij. 5-4 për dyshe nata e Jalen Johnson. Vështirë të huq sonte, teksa me treshe përgjigjet Ranukaj në anën tjetër. U zvendsua dhe gjatë pjesës së parë. Bukur ai top tek Jules e blokada. Control Pullian. Bardregja të gjuan për 3, realizon kapiteni Bardregja. Bukur ai top tek Bardregja, edhe një herë i sakt. Dhe Bora do të arrijë të marrë fitoren në një ndeshje dramatike në një tetori. Super paraqitje definitivisht të dyja skuadrave.